ku mi marë? Jetë njëri nu dhe për një erë me jetë. Se je për 5 euro për na i marrin taksistat. Për që shtu shumë keq. Se kem kamja, unë e kam 50 vjetë gati. Me që profesion që 36 vjetë, 16 vjetë i këmë bësë kërëja komunisë për punua. Kamja onë tashtë, kam e punu, qysh? Po, gjdo autobus i ka 5 gjoba. 5 bujnë 15.500 euro, dhe me tane e kem gjobën, plus nuk kem të punu. Malë kem i qëtë këtë mujtë me shërshim që nga ka bo këta onë. Po të artë vëllojë, unë me thonë e më të djemë, me thonë 100 thire e këmë pasë. Që jenë me të otarë, se na jena pjesë e Orlanit, atje që na 3 kompani që jenë për Orlanit. Që të 3 që e pjesë u me të blokuat, se s'kanë me qa më dhëtue. Taksisat e kam bo 4 euro, po një person, ana këna pas një euro. Është dita e tretë që kur transportuesit e Llapit janë në protest këtu para komunës së Prishtinës, pasi që kjo e fundit ua ka ndaluar hyrjen në disa rrugë në kryeqytet. Po, sot është dita e tretë, nga që e na hin grevë, edhe kur farë s'ka marrë komuna Prishtinës kur gjëhes. Deri me tani veç jem, s'ka ndodhur kur gjëhes. Absolutisht, kur kush nuk ka desh më taku me neve, deri me tani eq. Na jena me që të, veç po marrëm gjoba për policisë, ka 4 gjoba dhe i qashe kina marrë. Do me thonë që 3 dit ju i kini marrë 4 deri në 5 gjoba? Po, 4 deri në 5 gjoba edhe s'ka kur gjëhes. Edhe nuk e kem dërmen më largue për këty deri sa të merret në vendim për komunës që fuqizohet vendimi që e kanë marrë para 3 dite. Pa paralajmërim, pa lejën tonë, pa marrëveshjen tonë, pa marrëveshjet ministrisë, pa kur gjëhesh veç me leje të vetën komunë. Në çfarë vlere kanë gjobat që i keni marrë? Po gjobat do të më konë lirë 300 euro dikun, një gjobë. Do me thonë se cili prej ju sheni jo këtu keni marrë gjoba? Po, gjdo autobus i ka 5 gjoba. 5 bujnë 15.500 euro, dhe me tane e kem gjobën, plus nuk kem të punu, plus na ka cenu e drejta e punës, gjdo seni na ka cenu për komunë Prishtinës. A i keni paraqit ju kërkesat e ju? Po, na kërkesën tonë e kena paraqit me që fuqizu vendimin e komunës, edhe kërkesa jonë është më orë pej podijeve, më hinë rrugën e Zagrepit, ka shkolla në Olbel, më dalë në rrethin e Dragodonit, më shku ka stacioni trenit në rreth malë në Lakrisht në stacion. Këthimi pe stacionit, më orë dhe të rrethi malë, ka stacioni, më hi rekës për pjetë, më dalë në samafora, 2 minuta në stacion të Xhamia Llapit, edhe më vazhdu për podijeve. Veç mi marrë të 2 minuta edhe asi. Edhe këto kena ka bo në Bërnic më ndaluë na, ndrym autobus për autobus, ndrymi autobusit. Tash, ma shumë për pëndoj ka një autobus, më shku ka rruga e Zagrepit, se autobusit që shkën mi mora të autorët atje në Bërnic, e vje qytetit, a i nuk e bëj ka të lovi qytetin heq, e ku shkën tash, ku të caktojnë atina përfundimin, a i nuk përpengoj ka kurgjë. Autobusi jonë përpengoj ka më shku e rrugë e Zagrebit e më shku në stacion të autobusave. A i tyne ju, mira qendës, minimumi na i kem dikon 27 autobusa 30 që punojnë, a i për mi pruqet autorë për i podive, do të mi ashtu edhe 50 autobusa tjerë. Edhe 50 autobusa mi shtu me pruqet autor, na jem dikon 30, a i do të mishtu e 20 tjerë dhe ma shumë, edhe vje qendës, a na për lipë më shku ka shkolla në Bela, nena edhe me liru edhe na nuk jem për mos më bu kompromis. Se na kena pas orarin dhe i qëtash e kena pas më orë qësoj rrugë. Rrugën sa le ka qafa, më dalë ka stacioni i trenit, a ne më vazhdojnë. Po na po të rjekon për i kësaj rrugë, po shkojmë këtë rrugë Zagrepit në këtë pjesën a ne, ardhja, këthimi më hi, te samafura të rekës për pjetë, e më dalë të Xhamia Llapit. Që kjo kërkesa jonë. Po e kena pa vendimi. Vendimi është me pa është i paparashikusëm. Arsyeja, pse thot vendimi, autobusa ndërurban duhet të ndalohen në Bërnic, ku ka qitë shenjë. Shenjë e ka qitë atë autobusa urban me shenjë më hi në parkingon në Bërnic. Me izbritur tartë, autobusi më vazhdue, më këthym rapa, më shku në rrethin e trudës të autobanit, më shku për autoban e më shku në stacion të autobusave. Ana sjell tash më këthyje, më shku apet anenaj, ka truda e më ardh, apet në Bërnic aty, me i marrë tartë, më këthyje e më shku
më shku për po djevë. Kjo është absurde. Kush e ka nënshkru ato? Çfarë njeri me nënshkru e ka nënshkru kryetari? Po e ka lexu, a se ka lexu, tash nuk po hima nenaj, po ata inxhiniera tina që kanë propozuar propozim, ajo është absurd. Ai s'ka të bëjë me komunikacion hiç. S'ka të bëjë me komunikacion. Absolutisht s'ka të bëjë me komunikacion ajo punë se na e kemi orarët për ministrije. Nëse na asni nisje që e kemë në orar, asni nisje që e kemë në orar, në qatë mënyrë na për më shku në stacion të autobusa, asni nuk unë në zonë. Aty duhet krejt komplet orari, duhet më zhduk aj orar, më qitë të ndër tjetër, më përmisu orari, më hiek nisjet, më hiek nisjet që është orari gjonë, anila e më ardhë aty, më shku në pjesën tjetër, ka autobani, është dënkuë. Në Kafshëmorna për 10 minuta më shku në stacion, anila i duhet të paktën edhe gjysore, më rrit deri te stacioni. Kështu që është e pa mundër është kjo qa menon komuna. Pse e përzin orarin, e prish orarin, në orarin e kem valid deri me 26 shkurt 2026. Ai orar valid ato s'mëne anulo kërkush. Jo komuna, vetëm ministria mundet më ndërhyjnë to, se na për ministri e morën. E vetëm ministria mundet më ndërhyjnë në të orar, këta nuk e kanë vetë asë ministrin, asë se kanë vetë kërkoni, asë neve, asë kërgjë. Në me këta, jo keni drejtu jo ministris? Po jo kina drejtu, A ju kanë këthy përgjigje? po na kanë këthy përgjigje. Ata është vendim i njanshëm i komunës, për ministrie kur far leje, s'kanë kur far pëlqimi s'kanë. Jo i drejt, se kemi punu shumë, që 36 vite punojna, me qëta autobusa, me qëta i mojnë familjen, na tjetër katarë në skena. E këna mojtë që ma mirë s'mojtë, vi ma mirë më mojtë, se që je vija që mojtë peonës të nuk mojtë asë një. Kjo është e pa drejt. Se ka pas mundësi me në leju me punue. Nuk pengujmë, s'kena pengue, edhe nuk po lypëm qa. Shumë mire, e tha dhe i kolega. Me i qësaj pjese, mu kryet 2 minutë, 3 të gjami e lopet me i marë otartë me ecë. Na nuk jemi me pengue asë komunikacion, asë kur gjatë. Tashtë, jenë me të edhe populata keqë. Po otartë vëllohë në mujë me thonë e më të djemë, mujë me thonë 100 thire e kumë pasë. Që jenë me të otarë se na jena pjesë e Orlanit, atje që na 3 kompani që jemë për Orlan. Që të 3 që e pjesë u me të blokuat, se s'kanë me qa më dhutue. Ne kemë orarën atje çdo orë më shku në Orlan. Shkojmë te Imberovenik, kufe atje. Otarët me qa marë për atje që të kjerës kanë qysh marë. Ne këna majtë orarën, nuk majtë orarë ma mirë kur në relacion të Kosovës. Kjo është qysh përna duke të pa drejtë. Se këna punu që 36 vite punojmë na. Privat, që jemi 36 vjetë, kemi majtë që të nisje. Kur s'kemi pas të lashe, gjithë që aty kemi marrë utarë të Gjamia Lapit, gjithë që sajt e mi ardhë, gjithë jemi shku në stacion. Kjo qysh kjo harë punës dhe edhe s'ta kanë paralemru heq. Pos kur na kanë thonë, që ma që të s'puni as me marrë utarë, as me zbritë utarë. Edhe na ka du më nalë tash, me kërku drejta tona, na nuk mujtë se na, ta çdo ditë me na bo ka i tiket neve, na që të tiketa s'muj me nëzirë në ditën. Qërë 5 tiketa që i ka bo aty, kushtojnë ato. Na ka ditë që kena punu me minus, s'ka. Edhe populata është për në gullën e na fërë të banur, s'ka. Qa me bo, më lobe keq bëllë. Na, për qështu shumë keq. Se s'kem kamja, unë e kam 50 vjetë gati. Me që të profesion që 36 vjetë, 16 vjetë i këmë basë kërja kom njësë për punua. Kamja dhe unë tashtë ne, kam e punu, qysh? Të tërka të orë në s'kem, qa me bo? Qa me bo? O me nëjë që në është edhe që ka bo? Deri sa me ndoni me vazhdu kështu me? Loj, deri sa të realizohen kërkesat tona. Se na nuk jem të lyp një punë që s'na takon. Na kena punue, edhe në koha matrone sene. Edhe nuk ka diçka keq ajo pjesë se nuk e pengojmë atë pjesë na ka me hiç dhe kjo. Shumë mirë është ai trasë mirë. Edhe më ardh ka rrek aty me imi marr 2 utar, 2 minuta utar edhe me jetë. Nuk ka diçka që e pengojmë atë punë. Çajo. Vendimi i komunës është i pabos, pasmor. Edhe ka marrë vendim pa pëlqim në Ministrisë Transportit dhe pa pëlqimin e shoqatës transportit. Ajo do është edhe ne më na thirr kur ka marrë vendim me dhënë mendimin tonë. Se na i dim të punojmë me vite këtu, i dim edhe që asi i dim më mirë se shumë do të qenë këtu. Ky na ka njoftuar deri që u dal policia ka ndalë autobusat atje në Bërnic. I ka ndalë aty, ja ka qitë tabelë, s'keni drejt më ardhur mund qytet të Prishtinës. Na s'kena kush fare informata as me shkrim, as me gojë. E na por ata këta na ka shti me zërë më dolë në grevë këtë, se na në konë të punu, s'na dan i pakum autobusat. Po kjo ka kabu shumë rënë,
që 30 ditë nuk ka të marrë me neve heq as me udhëtar, komunën Podijevë si ka 10 fshatra. A di sa studenti, sa nxënësi, sa punëtori, sa nanat me fëmijë, sa s'kan me çautojt. Taksisat e kanë bërë 4 herë, për një person, ana kena pas nera, na jem me çmim më të lidh në treg Kosovës. Po kjo ka bërë këto, se po thot peshkarkoj thot qytetin. Kjo artisht nuk peshkarkoj qytetin, po ngarkon. Se na vi me një autobus që bim në autor, kjo du të pas 2 qytetit, me morës në autor. A do të autorë që pagun, po qytetin ngarkot e ma shumë se ngarkot me 2 autobusa për me herë. Kjo s'ka bukull, kjo s'ka zgjidhje. Edhe na jem të pritën, na do të morë mos, apejt hanës do të ndryshojnë greven, do të morë mos atjera, mas e këta s'po mërën me neve, da do të mos atjera për greves. Çfarë mos atjera? E ta është hanën vendosëm, të hanën më të reguve. Me mos atjera, mos do t'i presëm shtë. Do të morë mos atjera. Që më qabë bëhot, që po veprojtë të rita. Ta ka bo vendimin, veç vetë, pa u taku me shoqat, as me ministrias, me komunas, dhe komuna Podijevë se ka lëshu kjo autobusat, në vinë magistrale Prishtinë Podijevë. Dejnë Sharban, aje shkel komunën Podijevës, nuk ka drejt me liqë me shkel komunën Podijevës. Kjo i ka lëshu, pa i vetë përqimin e Podijevës, se ka marrë heq, as përqimin e shoqatës. Krejta vendime e ka bo pa përqimin e as kujt. E na nuk i pranojmë të, se janë pa baza. Edhe na punojmë që 40 vjetë ka që më në dikush që 25-6 vjetë, e më ardhë kjo me në ndru e rrënë të utipit nuk mërë, neve rrënë të utipit në ka Ministria Transportit. Me rrënë të utipit në që neve aty të Xhamia Allapi, stacioni. Kjo nuk më ne, ja ka shtë qysh dënë kjo. Se tu të përgjesh dikush për atë punë, më shku në gjëgjë. Po këtë si ma gjitha gjasa ka i kam përzit dur, këtu me këto linija, ta është argumente s'kam, po tu të përkoria, këtu më këqyrë, se kanë dikush të interesin e vetë, këta komunalë. Mas po këti ka i kretari, se këta e kam bërë kretari si ti këta punë, që më bojnë ta. Këti kam bërë këta të dëllëvere, për profitimit veta. Mallkimi qëft LDK si ora be, se s'po menëm për pëpëll heq, qysh gjithë më në jetë u kam Prishtinë Podijevë kena udhëtue, rruga kryesore, mallkim i qëft LDK-s që ka bërë këta anë, s'po menëm për pëpëll veç për gjepat vetë, qysh më udhëtu na 2 autobusa me ndru. Kuj mi marë kushtet, rëga ja, punësim ja, ndima ja, kur gjë ja, qysh më urtue, maltërtim për pëpëll, veç para vëtav, sa për i marim vëtat, po dalim, po lërë reklamër, mas vëtav, po na shrem për pjetë. Kena më që demonstrata edhe s'kena me lejue, këtë gjohë që ka bo LDK-ja. Mallkim i qëft këtë mujtë me shërshim që na ka bo këta onë. Gjurna është pej pëplit, pej shoferov, me i dare, këta e aj me në luë gjithë më në jetë pej që moj men u kom autobusi Prishtinë Podijevë. Mallkim edhe heri qëft LDK-s, Albinit, a kush e ka bo këta onë. 5 euro për na i marin, ku mi marë? Jetë njëri, nu dhe për një erë vë jetë. Se je për 5 euro për na i marin taksistat. A me nëna i për pëpëll. Vëtat e të na i ka marë, a i shkret që e ka bo këta onë. Nga sa orë po të bjanë për me pritë? Ka 4 orë, 3 orë. Tash s'po di me s'ka më udhëtua që s'po ka autobusa. 5 euro për ti marrin taksat. Ku mi marë? Qashtu ba, e ka men, a ka thmije, a tutët për thmive. Gjithmonë nuk konë në rruga Podijevë Prishtinë. Qysh mi në lu me bo këtë gjo? Qysh mi në ruhe? Edhe këtë po të mi po qysh mi në ruhe në 2 autobusa ne më altërtim. Kur s'kena me luju u këto? Demonstrata kena më qu, kena mërzu krejt, kena mërzu LDK-n. Edhe s'kena me luju u këto. Qysh me bo këto onë? Qysh ki hesab, shembëll ata që i punojnë, qysh ka hesab më në rrudë, s'disa rena. A kanë në shira ata për shofera, për që i jepin darë thmive, me që t'i darë jetojnë. E LDK-ja me bo këta në Albini. Haram i këft, mu i me shirëshëm haram i këft. Kur s'kena me leju këta onë. Mallkimi qëft.